Ervin Saljanit, ati që ishte zëri ndryshe në Partinë Demokratike, është hequr nga grupi i WhatsAppit të antarëve të kryesisë së kësaj partie, është hequr dhe si drejtues politik në një nga njësitë e kryeqytetit. Saljani i kërkonte protestat kombëtare, ndodhi kjo protestë kombëtare, duke se është i vetë përjashtuar, tha Sali Berisha. Çdo gjë do t'i japim rëndësinë e duhur, edhe vendin e duhur. Unë nuk di grupin e WhatsAppit s'merrem me këto, të drejtat as më interesojnë këto gjëra, po unë di këtë gjë që lëvizjet politike në një forcë politike bëhen të koordinuara. Tjetër janë iniciativat private që mund të merren, tjetër janë lëvizjet politike, janë gjëra të koordinuara. Një forcë politike ka linjët e saj politike, ka hapësirën e aksionit, por ama ka dhe hapësirën e një konvergimi të veprime politike, të cilat çdo antar i një partie politike, veçanërisht antarët e kryesisë, duhet t'i zbatojnë, t'i respektojnë, sepse ndryshe pasaj krijojmë një kakofoni që vetëm sa del nga konteksti dhe krijon trubullime dhe krijon absolutisht në këtë mënyrë çrregullime të një strategjie më të gjerë dhe të miruar mirë qërësisht kundër këtij regjimi. Është vetë përjashtuar Ervin Saljani, apo pritet të zyrtarizohet një përjashtim, le të themi, mbas edhe akuzave të forta që bëri zoti Berisha? Nuk e di dhe as merrem me këtë punë, sepse realisht nuk jap më rëndësi të madhe se ç'është fare. Për mua është një problem insignifikant në këtë betejë të madhe të Partisë Demokratike me këtë regjim. Patjetër, se Partisë Demokratike i duhet edhe çdo individ dhe çdo zë